Ushtria jonë ka qenë ushtri që ka luftuar për liri. Ushtria jonë ka qenë ushtri që ka realizuar amanetin e mira njerëzve të vëra për këtë tokë. Prandaj do të dështojnë të gjithë ata, në veçanti perandoria e lindjes e udhëhequr nga Kremlini e Moskva, se ushtria jonë ka qenë ushtri terroriste e ndërmarrje kriminale. Ashtu si që kem fituar deri më tani, edhe këtë proces tepër skandalizuar, ne do t'jemi dhe Kosova do t'jetë triumfuse. Vëllezër e motra, Afrim Zhitia është pris organizator që i dha frym lëvizjes tonë kombëtare, dhe më të drejtë institucionet e Kosovës e kanë ngrit në hero kombëtar.